Nisin tensionet para drejtorisë së policisë. Protestuesit e opozitës janë përplasur me efektivët para drejtorisë së policisë. Ata po marshonin drejt drejtorisë përgjithshme, ndërkohë që efektivët u bën kordon dhe i ndaluan në mes të rrugës. Policia i ka shpërndar më pas me ujë me piper dhe gaz lotësjellës. Ky tubim, ndryshe nga herët e tjera, nuk pati fjalime në podium. Qëllimi ishte mesazhi politik të përcjellej përmes lëvizjeve në terren përballë institucioneve kryesore të kryeqytetit. Fillimisht protestuesit u grumbulluan përpara kryeministrisë, pas disa minutash u zhvendosën prej aty drejt institucionit në drejtimin e Ilir Prodës. Gjatë rrugës së përshkruar janë hedhur bomba molotov, si edhe i është vënë zjarri koshave të mbeturinave. Nuk dihet se sa do të zgjasë kjo protestë dhe cili do të jetë institucioni i radhës ku do të marshojnë protestuesit. Pritet që tensionet të përshkallëzohen në marshimin drejt selisë Partisë Socialiste, siç është paralajmëruar edhe më herët nga vetë kryedemokrati Sali Berisha. Në këto momente protestuesit po shpërndahen, por pa u larguar nga marshimi, për shkak të vështirësive në frymarrje nga gazi lotësjellës. Edhe vetë kryedemokrati Berisha është parë mes protestuesve duke e vendosur maskën kundra gazit lotësjellës. Mirëpo përveç koshave të mbeturinave që u është vendosur zjarri nga protestuesit, këta të fundit kanë sulmuar edhe bizneset anës rrugës. Edhe sot policia e Tiranës nuk e mori përsipër garantimin e zhvillimit të kësaj proteste, përkthyer kjo në përgjegjësi direkte nga organizatorët.